Pylli me gështenja ruhet në i balë prej vitesh dhe bën të dallueshme këtë zonë të Pukës nga disa të tjera. Ky masiv me gështenjë që shtrihet në një kodër të fushës është mbjellur nga veti ballasit me një varietet autokton mjaft i shijshëm dhe përdhimtar. Ne kaluam andaj thuajse në fund të vjeljes, por që ajo ende vazhdon pasi ky vit ishte i mbar. Pavarësisht janë mbjellur, varieteti ka qenë varietet autokton dhe varieteti i shëmit i ballës nuk janë kokër më të janë kokër vogël, por janë shumë të mira, janë shumë të shëndetshme dhe si vit po shoh që ka shumë prodhim, pra ka gjë shumë bukur. Kjo quhet kodra e priftit, kodra fratit. Asgjë në pyllin me gështenja nuk është ndarë me familje, pasi i ballasit janë njerëz luajal, bujar e punëtor. Gështenjat në këtë pyll mund t'i mbledh kushdo. Përgjithsisht i ballasit janë njerëz shumë luajal. Ne nuk i kemi të ndarë, për shembull unë kam gështenja dhe unë nuk dal t'i mbledhi, mund t'i mbledh kushdo, nuk ka asnjë lloj problemit. Ata janë një produkt i natyrës, një produkt i Zotit. Ata që jetojnë këtu le t'i marrin, le t'i shfrytëzojnë, le të krijojnë diçka të ardhura prej tyre. Veç të tjerash, gështenjat në i ball të afrohen në çdo bujtin, por në këtë periudhë të vjeljes janë dhe një dhuratë për turistët dhe vizitorët që kalojnë në këto anë.